Prediabeti është një situatë klinike e ndërmjetme midis të qenurit i shëndosh ose pa diabet, por që ende nuk i plotëson ato kriteret diagnostike për të quajtur diabet mellitus si tipi të dytë. Historikisht kjo është parë thjesht më tepër si një fazë tranzicioni midis të qenurit pa diabet dhe të pasurit diabetit tipi të dytë, por duke qenë se një pjesë e ndryshimeve që do të çojnë në diabet ndodhin në këtë fazë, kjo është një dritare shumë e rëndësishme që mund të ndërhyjmë dhe mund ta rikthejmë dekursin e sëmundjes drejt diabetit të tipit të dytë. Pra, nëse prediabeti si gjendje nuk është se ka ndonjë shenjë klinike shumë të caktuar, shumë specifike, pra pacienti në këtë fazë nuk ndjen asnjë lloj shqetësimi, le të themi. Nuk ka asnjë nga ato shqetësimet klasike të diabetit, por përgjithsisht diagnostikohet nëpër ekzaminime laboratorike rutinë apo këto check-upet që ne bëjmë normalisht në mënyrë periodike. Prandaj është shumë e rëndësishme dhe ne e promovojmë bërjen e analizave laboratorike rutinë, sepse prediabeti mund të shfaqet pikërisht në këto ekzaminime pa pasur fare dhe pa qenë pacient në dieni që është në fazën e prediabetit.